Perceptimi i qytetarëve për procesin zgjedhor ka si vjet për herë të parë një matje nga shoqëria civile përmes projektit Zalart, kur përmes një platforme interneti janë denoncuar deri tani rreth 100 shkelje të ndryshme ligjore gjatë fushatës, si keqpërdorimet e administratës qendrore dhe vendore, përfshirja e fëmijëve në tubime partijake, fjalime jo etike të politikanëve në tubime, dëmtime të zyrave dhe reklamave partijake dhe cënim të drejtës së votës përmes paregullësive në listat zgjedhore dhe në kartat e identitetit. Ne kemi foto që vijnë nga qytetarët, ku shohim institucionet e administratës publike, edhe ekzekutivit, edhe të pushtetit vendor, që janë të përfshirë në fushat. Shohim zyrtarët e lartë të administratës publike që shoqërojnë subjektet politike, drejtuesit e subjekteve politike. Dhe këto janë të fotografuara. Pra, nuk kemi vetëm fëmijë që marrin pjesë në fushat, që është e kundralishme, por kemi edhe zyrtarët e administratës publike që bëjnë fushat. Drejtuesit e këtij projekti po uan sot se pjesa dërmuese rreth 1/3 e denoncimeve online me foto, tekst dhe video nga gjithë Shqipëria kanë të bëjnë me keqpërdorimin e administratës qendrore dhe vendore për veprimtari partijake gjatë fushatës zgjedhore. Unë do të veçoja rastin më flagrant i përket qytetit e Elbasanit, edhe na vjen denoncimi nga një qytetar i cili ka fotografuar një format tip të dhënë nga një subjekt politik ku i duhet të deklaroj përkatësinë familjare, antarët e familjes së tij dhe subjektin politik për të cilin ata do të votojnë, pra të deklaroj votën me numrin e të gjithë antarëve që përbën kjo familje. Projekti Zalart synon jo vetëm të matë reagimin qytetar, por edhe të nxit pjesëmarrjen dhe guximin e qytetarëve në këtë proces demokratik, duke denoncuar publikisht shkeljet flagrante që shohin para syve të tyre gjatë fushatës zgjedhore. Drejtuesja e projektit Aranita Brai thotë se sekuestrimi i kartave të identitetit që u shpik zgjedhjet e kaluara nga një parti e vogël politike për t'i penguar njerëzit që të votojnë këtë vit është bërë një dukuri masive në të gjithë vendin, por më shumë po e vuajnë këtë bashkësitë e diskriminuara. Janë banor të lagjeve jo të legalizuara apo banor të komuniteteve rom. Këto janë në Tiranë, por janë edhe në rrethet të tjera si Durrës, Berat, Fier, Korç. Çfarë na sjellin këto raportimet para qytetare? Te komuniteti rom përdoret dëndur bllokimi i kartave të identitetit, të cilat janë bllokuar duke u marrë peng dhe është bërë mundur kështu të neutralizohet vota e një komuniteti për cilën një palë kundërshtare ka targetuar që kjo është një votë e kundërshtarit të tij politik. Kjo gjë ka ndodhur edhe me banorë të zonave të cilat janë zona informale dhe janë në proces, pra në pritje për të marrë dokumentin e legalizimit për banesat e tyre. Përveç dëmtimit të zyrave dhe reklamave zgjedhore, një tjetër denoncim i shpeshtë i qytetarëve është edhe përpjekja për blerje të votës me përfitime materiale dhe cënimi i fshehtësisë së votës, duke i kërkuar njerëzve të deklarojnë hapur votën e tyre në këmbim të përfitimeve materiale. Krahas këtyre denoncimeve të vetë qytetarëve, fushata zgjedhore e këtij viti po shoqërohet nga afër edhe nga mbi 1000 vëzhgues vendas dhe të huaj që po ndjekin veprimtaritë e partive, të kandidatëve për deputet dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në ditën e 23 qershorit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.